Protesta e opozitës shqiptare e zhvilluar të martë në kryeqytet nuk mbeti vetëm në vëmendjen e mediave vendase, por u pasqyrua gjërësisht dhe nga shtypi ndërkombëtar i cili raportoi për përplasje dhe tensione mes demonstruesve dhe forcave të rendit. Gazeta amerikane Washington Post e përshkroi situatën me titullin "Shpërthen në dhuna në protestën antiqeveritare në kryeqytetin shqiptar", duke theksuar se policia dhe mbështetësit e opozitës u përballën me topa ujë, gaz lotësiedhës dhe mjete zjarrvënëse. Agjencia franceze AFP raportoi për personat plagosur pas përplasjeve, ndërsa Reuters i cilësoi zhvillimet si protesta të dhunshme të lidhura me akuza për korrupsion ndaj qeverisë. Edhe televizioni France 24 u ndalte numri të lënduarve dhe tensionet në terren. Në Itali, La Repubblica shkroi se protestuesit hodhën bomba molotov drejt forcave të policisë, ndërsa Al Jazeera në lindjen e mesme u fokusua te episodet e dhunës, arrestimet dhe përshkallëzimi i situatës gjatë mbrëmjes. Ngjarjet në Tiranë gjetën hapësira dhe në mediat rajonale, përfshirë ato greke, serbe dhe turke, duke kthyer protestën në një zhvillim me një hënë ndërkombëtare. Pasqyrimi i gjerë tregon se tensionet politike në vend po ndiqen me vëmendje përtej kufive, veçanërisht kur protesta shoqërohen me përplasje dhe ndërhyrje të forcave të rendit.